Aktiviteti gjuhësor si shkencëtar dhe angazhimi social, si mësues dhe pedagog i këtij njeriu, është shtrirë në 7 dekada. Ai ndodhet në shtratin e sëmundjes sot, i biri që i ndjek rrugën përmbush daljen e veprës Gjuha shqipe dhe historia e saj. Për 25 vjet me radhë është marrë me të profesor Shaban Demiraj. Botimi i parë është i vitit 1988. Ky i sotmi është ripunim që ka përditësuar arritjet albanologjike mbi temën e gjuhës shqipe dhe historisë së saj, parë nga disa perspektiva. Qoftë si gjuhë e gjallë evropiane që na paraqitet në një larmi varietetesh nga më të ndryshme sot, qoftë si gjuhë ballkanike që shfaq tipare të përbashkëta në shumë gjuhë fqinj ballkanike dhe këto në kuadrin e lidhjes gjuhësore ballkanike, si një gjuhë indo-europiane ose pjesë e familjes gjuhësore indo-europiane, ku autori jep sigurisht edhe ato, si thua, anën më stabile, më të fortë të aktivitetit të tij, si edhe një gjuhë e cila duhet të ketë vijuar në një formë apo një tjetër njërën ndër gjuhët që fliteshin dikur në Ballkanin antik. Nxënës dhe bashkohës shkencori e Qerem Çabejt, si gjuhëtar i historisë së gjuhës, profesor Demiraj është autor i disa veprave kyç për gramatikën dhe fonologjinë historike, për prejardhjen e shqiptarëve në bazë të dëshmive të gjuhës shqipe. Në këtë sallë ndodhen nxënës të tij kur ai ishte mësues i gjuhës në shkollat e Gjirokastrës dhe të Tiranës. Mësimdhënia i dha kërkimit të tij shkencor një pikë mbështetëse prej thelbit material të gjuhës shqipe. Botimin e fundit e cilësojnë një vepër solide për prurjet e shkencës së gjuhësisë në këtë pikë. Autori e kalon në dorëshkrim thuajse të përfunduar dhe përgatitjen për shtyp e ka kryer profesor Demiraj Iriu, sot drejtuesi katedrës shqipe në Munich. Unë nuk e shoh, domethënë, autorin e këtij libri thjesht si pjesëtar i familjes time, mund ta shoh fare mirë edhe si mësuesin tim, meqense me të kam dhënë dhe provimin e fundit, kur kam mbaruar studimet e mia për gjuhë dhe letërsi, por edhe si koleg, qofse kam nderin të quhem si të tillë, meqense në një formë apo një tjetër kam vazhduar pikërisht në këtë hulli të hapur nga autori i këtij libri. Shkenca pak merret me stilin, por përpunimi i gjuhës shqipe dhe historisë së saj mban parasysh këtë radhë pikërisht stilin, për t'i folur një rrethi më të gjerë lexuesish.